Ndër të tjerë në lajme do të ndiqni nga një analizë e qeverisë me Bankën Botërore, rezulton se skema e pensioneve në Shqipëri është në trajtorit të qëndrueshëm. Emigrantët shqiptar para largimit presin të fitojnë mesatarisht rreth $3.900 në muaj, por në realitet fitojnë vetëm gjysmë. Bizneset shqiptare porisin ndjeshëm investimet jashtë vendit duke i pesëfishuar ato nga viti 2021 deri 2025. Sektori shërbimeve mbetet një nga shtyllat kryesore të rritjes ekonomike, nxitje e turizmi, pasuritë e paluajtshme dhe aktivitetet e shërbimeve urbane. Ju përshëndet zonja dhe zotëri, do të jemi bashkë me lajmet qendrore. Qeveria shqiptare me asistencën e Bankës Botërore ka bërë një analizë të detajuar duke përdorur modelin PROST lidhur me qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve në Shqipëri. Analiza del në konkluzionin se skema është në një trajektor të qëndrueshme. Qeveria po bën një analizë të thelluar dhe afatgjatë të financave publike, me fokus të veçantë tek sistemi i pensioneve, në kuadër të përpjekjeve për të garantuar qëndrueshmërinë fiskale dhe për të mbështetur reformat e ardhshme në këtë sektor. Në programin e reformave ekonomike 2026-2028, thuhet se në vitin 2025, me asistencë teknike nga Banka Botërore është realizuar një analizë detajuar duke përdorur modelin PROST, instrumenti i stimulimit të opsioneve për reformën e pensioneve. Modeli PROST është një model kompjuterik që ndihmon qeverinë të kuptojë si do të evoluojë sistemi i pensioneve në dekadat e ardhshme, sa do të kushtojë ai për buxhetin e shtetit dhe çfarë ndodh nëse ndryshohen politikat, si mosha e pensionit, kontributet, indeksimi e të tjera. PROST kombinon të dhënat demografike, ekonomike dhe institucionale, si struktura e popullsisë, tregu i punës, parametrat e sistemit të pensioneve, si dhe supozime makroekonomike. Mbi këtë bazë, modeli projekton numrin e kontribuesve dhe përfituesve të pensioneve, llogarit të ardhurat nga kontributet dhe shpenzimet për pensione, vlerëson deficitin ose suficitin e skemës së pensioneve, mat ndikimin në financat publike për një periudhë afatgjatë 20 deri në 50 vjet. Projekcionet janë ndërtuar mbi kuadrin makroekonomik dhe fiskal 2026-2028, si dhe mbi të dhënat demografike dhe financiare për vitet 2022-2024, të publikuara nga Instat dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Analiza merr në konsiderat gjithashtu reformat strukturore të përfshira në agjendën kombëtare të reformave 2024-2027, të cilat synojnë rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës, veçanërisht të grave, përmirësimin e kapitalit njerëzor dhe forcimin e mbledhjes së kontributeve, përmes formalizimit të punësimit dhe modernizimit të administratës tatimore. Skenari i vlerësuar bazohet në supozime makroekonomike dhe demografike të qëndrueshme. Rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto projektohet sipas kuadrit zyrtar deri në vitin 2035, ndërsa për periudhën afatgjatë parashikohet një normë konstante prej 3%. Inflacioni supozohet në nivelin 3% të përputhje me objektivin e Bankës së Shqipërisë. Analiza reflekton politikat aktuale, përfshirë vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave, që përcakton indeksimin vjetor të pensioneve në masën 2.5%. Referuar dokumentit, rezultatet tregojnë se pavarësisht presioneve nga plakja e popullsisë, sistemi i pensioneve në Shqipëri mbetet në një trajektore të qëndrueshme fiskale në skenarin e politikave aktuale, duke krijuar një bazë të fortë analitike për vendimarrje dhe reforma të mundshme në të ardhmen. Anketa e migracionit 2024 përgatitur nga Banka Botërore dhe Instat zbulon se emigrantët shqiptar para largimit presin të fitojnë mesatarisht rreth $3.900 në muaj, por në realitet fitojnë vetëm gjysmën. Hendeku mes pritshmërive dhe realitetit është veçanërisht i theksuar në destinacione tradicionale si Greqia. Ndërsa potenciali të ardhurave të larta është nxit si kryesor i largimit të shqiptarëve, emigrantët vazhdojnë mbi vlerësojnë të ardhurat e tyre të mundshme jashtë vendit, pavarësisht nga sfondi demografik ose destinacioni. Anketa e migracionit 2024 përgatitur nga Banka Botërore dhe Instat zbulon një hendek të thellë mes asaj që emigrantët presin të fitojnë dhe realiteti që i pret jashtë vendit. Sipas raportit, emigrantët shqiptar para largimit presin të fitojnë mesarisht rreth $3.900 në muaj. Në praktik të ardhurat reale të tyre rezultojnë në rreth $2.200 në muaj, pra vetëm pak më shumë se gjysma e pritshmërive fillestare. Ky model përsëritet pothuajse në të gjitha grupet demografike, pavarësisht gjinisë, nivelit arsimor apo vendit të destinacionit. Edhe më dramatik është hendeku në kursimet të cilat përbëjnë arsyen kryesore të emigrimit. Emigrantët presin të kursejnë rreth $1.270 në muaj, por realisht arrin të vënë më janë vetëm $450. Kjo do thotë se kursimet reale janë gati 3 herë më të ulta sa ishte planifikuar përpara largimit.
Raporti thekson se ky hendek mes pritshmërive dhe realitetit është veçanërisht i theksuar në destinacione tradicionale si Greqia, ku informaliteti i punës, kontratat e pasigurta dhe kostot reale të jetesës i ulën ndjeshëm përfitimet ekonomike të emigrantëve. Megjithatë, fenomeni nuk kufizohet në një vend të vetëm, por shfaqet në të gjitha korridoret kryesore të migracionit shqiptar. Kjo situatë nuk mund të reduktohet nga zhgënjimi individual, ajo tregon një problem më të thellë strukturor, mungesën e informacionit të besueshëm dhe zyrtar për emigrimin. Raporti vëren se shumica e emigrantëve largohen pa orientim formal, pa të dhëna reale mbi pagat, kushtimet dhe kushtet e punës, duke u mbështetur kryesisht tek rrjetet informale, të afërmit apo përvojat e dëgjuara. Remitancat mbeten një burim i rëndësishëm për familjet shqiptare, por në 90% të rasteve ato përdoren për nevoja bazë si ushqimit dhe shpenzimet e përditshme. Përdorimi i gjerë i kanaleve informale dhe niveli shumë i ulët i investimeve produktive tregojnë se ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik vijon të jetë i kufizuar. Instituti i Statistikave ka publikuar të dhënat e reja mbi emigracionin ndërkombëtar në Shqipëri për vitin 2024. Ndër treguesit kryesor të këtij publikimi zën vend edhe remitancat e dërguara nga emigrantët shqiptar, të cilat nxjerrin në pa disa zhvillime dhe prirje me interes për ekonominë e vendit. Remitancat përfaqësojnë një burim të rëndësishëm financiar, por ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik mbetet i kufizuar, kryesisht për shkak të përdorimit të kanaleve informale të transferimit dhe orientimit të tyre drejt konsumit. Sipas të dhënave, rreth gjysma e familjeve me emigrant kanë përfituar nga remitanca gjatë 12 muajve para anketimit, ndërsa për këto familje, të ardhurat nga jashtë përbëjnë mesatarisht 41% të ardhurave totale. Sa i përket burimit të remitancave, rezulton se emigrantët meshkuj dhe ata në moshë më të madhe kanë gjasa dukshëm më të lartë për të dërguar para drejt familjeve të tyre, krahasuar me gratë dhe emigrantët e rinj. Ajo që bie veçanërisht në sy është mënyra e dërgimit të remitancave. Në shumicën e rasteve, transfertat realizohen përmes kanaleve informale, kryesisht nëpërmjet të afërmve, miqve ose nga vetë emigrantët gjatë vizitave në Shqipëri. Ndërkohë institucionet formale si bankat dhe operatorët e transferimit të parave përdoren si kanal kryesor vetëm në 30% të rasteve. Paralelisht, remitancat përdoren pothuajse tërësisht për mbulimin e nevojave bazë. Rreth 90% të familjeve i shpenzojnë për ushqim dhe shpenzime të përditshme, 36% për shpenzime shëndetësore dhe 30% për arsim, ndërkohë investimet mbeten minimale, me më pak se 2%. Në përfundim, të dhënat e Instat tregojnë se pavarësisht rolit të rëndësishëm që remitancat luajnë në mbështetjen e familjeve shqiptare, potenciali i tyre për të nxitur zhvillimin afatgjat ekonomik mbetet ende i pashfrytzuar. Bizneset shqiptare porisin në ndjeshëm investimet jashtë vendit duke i pesfishuar ato nga viti 2021 deri në vitin 2025. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit, investimet direkte të shqiptarëve jashtë vendit kanë arritur 231 milion euro duke tejkaluar nivelin e vitit 2024. Ky trend tregon një rol gjithnjë më aktiv të kapitalit shqiptar në tregjet ndërkombëtare. Jo vetëm të huajt po investojnë në Shqipëri, por edhe shqiptarët jashtë vendit. Gjatë 5 viteve të fundit, bizneset shqiptare kanë shtrirë ndjeshëm investimet të tyre edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Të dhëna më të fundit nga Banka Qendrore tregojnë se vetëm në 9 muaj është tejkaluar me 12 milion euro totali zotërimeve shqiptare në formën e investimeve direkte jashtë vendit, që ishin në 2024, duke arritur në 231 milion euro në 2025. Që prej 2021-shit, ku totali investimeve ishte vetëm 43 milion euro, kjo shifër rezulton të ketë kapur një vlerë rekord prej 238 milion eurosh në 2023-shin. Viti kaluar shënoi një rënje me 8%, ndërsa 2025 pritet të shënojë një rekord të ri. Të huajt po sjellin shumë para, por edhe ne po investojmë shuma të konsiderueshme jashtë vendit. Këto investime përfshin kryesisht hapje filialesh, blerje kompanish, riinvestim fitimesh dhe huadhënie brenda grupeve në sektor si tregtia, ndërtimi, energjia, shërbime dhe teknologjia. Në thelb ato pasqyrojnë një fazë të re të zhvillimit të biznesit shqiptar, i cili nuk kufizohet më vetëm në tregun vendas, por po kërkon të pozicionohet në rajon dhe më gjerë. Nga ana tjetër, rritja e investimeve shqiptare jashtë vendit nuk e zbeh rëndësinë e investimeve të huaja direkte në Shqipëri, por krijon një dinamik më të balancuar të flukseve të kapitalit. Shqipëria vijon të jetë pritëse e fondeve të huaja, por gjithnjë më shumë po shfaqet edhe si eksportuese e kapitalit. Nga 2021 deri në 2025 ka pasur një pesfishim të investimeve direkte të shqiptarëve jashtë vendit, dhe nëse ky trend vazhdon, pritet një rol gjithnjë më aktiv i bizneseve tona në tregjet ndërkombëtare.
Certifikimet dhe standardet europiane po kthehen në domosdoshmëri për bizneset shqiptare, veçanërisht në sektorin agro-ushqimor. Sipas ekspertit Ilir Pilku, për te kërkesave ligjore, investimet në teknologji, kushtet higjieno-sanitare dhe certifikimet avancuara janë vendimtare për rritjen e konkurrueshmërisë dhe eksportin drejt të tregut të Bashkimit Evropian. Për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, bizneset prodhuese, por jo vetëm, do të duhet të kenë edhe certifikimet e duhura për të arritur në standardet europiane, por sa të rëndësishme janë certifikimet për fermat dhe bizneset që duan të eksportojnë në Bashkimin Evropian. Ju e ngrini pyetjen me të drejtë kur e thoni certifikimet dhe standardet për tregun evropian, por ne duhet të mendojmë edhe për tregun shqiptar. Pra nëse ligjshmëria të kërkon që ti duhet të kesh një certifikim ASAP-i, ashtu siç është në bazën ligjore të ligjit të ushqimit në Shqipëri, je detyruar ta mbash. Nëse ti duhet të mbash ato shënimet që ne i themi që janë pjesë e gjurmshmërisë, pra unë do thoja që në fillim e rëndësishme dhe detyrueshme është ato standardet të cilat ne Bashkimi Evropian na i kërkon, janë ato standardet minimaliste që na kërkon Bashkimi Evropian. Pastaj kuptohet që sipërmarrja europiane dhe botërore ka dhe certifikimet e tyre që janë certifikime vullnetare, pra jo të detyrueshme, por ti nuk mundesh të bësh pjesë e një tregu, e një marketimi global. Eksperti Pilku thekson se investimet në kushtet higjieno-sanitare, trajtimin e mbetjeve dhe modernizimin e teknologjisë përbëjnë çelësin kryesor për suksesin e sektorit agro-ushqimor. Vetëm përmes këtyre hapave, fermat dhe bizneset shqiptare mund të rrisin besueshmërinë e produkteve të tyre dhe të zgjerojnë praninë në tregun e Bashkimit Evropian. Rekomandimi që unë kam është që të bëjmë një verifikim, një analizë të bizneseve të tyre dhe patjetër duhet fillojnë në mënyrë të shpejtë të investojnë në teknologji, në ambientet e duhura, kryesisht të kushteve higjieno-sanitare dhe të trajtimit të mbetjeve, të cilat janë 3 kushtet më kryesore që një produkt ose një kompani dhe një produkt mundet të tregtohet në Bashkimin Evropian. Investimet duhet të jenë ato kyçi i suksesit të biznesit agro-ushqimor në Shqipëri. Vetëm përmes këtyre hapave, fermat dhe bizneset shqiptare mund të rrisin besueshmërinë e produkteve të tyre dhe të zgjerojnë praninë në tregun e Bashkimit Evropian. Sektori i shërbimeve mbetet një nga shtyllat kryesore të rritjes ekonomike, i nxitur veçanërisht nga turizmi, pasuritë e paluajtshme dhe aktivitetet e lidhura me shërbimet urbane. Në tremëorën e tretë të vitit, rritjen më të fortë ka regjistruar aktiviteti i pasurive të paluajtshme me 38%. Sektori i shërbimeve vijon tendencën pozitive në tremëorën e tretë të vitit 2025, duke shënuar rritje si në shitjet neto ashtu edhe në punësi me paga krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Shitjet neto në volum u rritën në pothuajse të gjitha aktivitetet e shërbimeve. Rritjen më të fortë regjistroi aktiviteti i pasurive të paluajtshme me 38%, i pasuar nga bar-restorantet me 10.6% dhe hotelet me 7.2%. Performancë pozitive shënuan dhe informacioni e komunikacioni me 8.1%, si dhe aktivitetet arkitekturore dhe inxhinierike me 4.6%, ndërkohë rritje më modeste u pa në shërbimet ligjore dhe në kontabilitet me vetëm 0.2%. Edhe tregu i punës në sektorin e shërbimeve paraqitet në përmirësim. Punësimi u rrit më së shumti në hotele me 7.3%, tregti me shumicë dhe pakicë me 4.4%, si dhe në transport, magazinim dhe post me 3.9%. Përjashtim bën aktiviteti i sigurimit dhe hetimit, ku punësimi shënoi rënje prej 1.1%. Pagat njohën rritje të ndjeshme në të gjitha aktivitetet, duke reflektuar presionin në rritje të kostove të punës. Rritjen më të lartë e patën hotelet me 26.2%, pasuritë e paluajtshme me 29.4% dhe tregtia me shumicë e pakicë me 14.5%. Rritja më e kufizuar u regjistrua në aktivitetet e sigurimit dhe hetimit me vetëm 0.6%. Të dhënat tregojnë se sektori i shërbimeve mbetet një nga shtyllat kryesore të rritjes ekonomike, i nxitur veçanërisht nga turizmi, pasuritë e paluajtshme dhe aktivitetet e lidhura me shërbimet urbane. Në tremëorën e tretë 2025, ndërtimi dhe shërbimet publike po rriten dhe po krijojnë më shumë vende pune, ndërsa industria dhe energjia po ngadalësohen. Megjithatë, pagat në shumicën e sektorëve po regjistrojnë rritje. Për qytetarët kjo do të thotë më shumë punë në ndërtim.
Ndërsa disa sektorë të prodhimit po zgjerojnë aktivitetin dhe po punësojnë më shumë, të tjerë po prodhojnë më pak dhe ngadalësohen. Sipas të dhënave nga Instat, industria që përfshin atë nxjerrëse dhe përpunuese ka hyrë në një fazë rënjeje. Shitjet dhe prodhimi kanë rënë ndjeshëm, ndërsa edhe numri të punësuarve është ulur. Me fjalë të thjeshta, fabrikat kanë prodhuar dhe shitur më pak dhe kjo ka sjellë më pak vende pune. Megjithatë, ata që janë ende në punë kanë marrë paga më të larta, pasi fondi i pagave është rritur. Edhe në sektorin e energjisë elektrike, prodhimi ka qenë më i ulët krahasuar me një vit më parë. Prodhimi në volum ka rënë me 16.4%. Kjo lidhet kryesisht me faktorë si kushtet hidrike dhe kërkesa më e dobët. Edhe këtu punësimi ka mbetur i qëndrueshëm, ndërsa pagat kanë shënuar rritje të lehtë. Kjo lidhet kryesisht me faktorë si kushtet hidrike dhe kërkesa më e dobët. Edhe këtu punësimi ka mbetur i qëndrueshëm, ndërsa pagat kanë shënuar rritje të lehtë. Në anën tjetër, shërbimet publike si furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve kanë njohur rritje. Shitjet neto u rritën me 10.1%, ndërsa prodhimi me 9%. Kjo do të thotë më shumë investime, më shumë aktivitet dhe më shumë punonjës, veçanërisht në shërbime që qytetarët i prekin çdo ditë. Ndërtimi vijon të jetë sektori më aktiv në ekonomi. Janë ndërtuar më shumë objekte, janë hapur më shumë kantiere dhe janë punësuar më shumë persona. Rritja e fortë e pagave në ndërtim tregon se kërkesa për punëtor është e lartë dhe kompanitë po paguajnë më shumë për të siguruar fuqi punëtore. Në përmbledhje, ekonomia shqiptare në tremujorin e tretë të vitit 2025 po mbahet në këmbë nga ndërtimi dhe shërbimet publike, ndërsa industria dhe energjia po përballen me vështirësi. Për qytetarët, kjo përkthehet në më shumë punë në ndërtim, por më pak siguri në sektorin industrial, edhe pse pagat në përgjithësi vijojnë të rriten. Sipas Instat, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë ka arritur 136.7 pikë, duke shënuar një rritje vjetore 6% dhe një rritje 3 mujore prej 1.4%. Rritja u nxit kryesisht nga shitjet e hidrokarbureve dhe artikujve jo ushqimor. Shitjet në dyqanet dhe tregjet e Shqipërisë po rriten me ritme të qëndrueshme këtë vit, edhe pse zgjerimi duket se ka ngadalësuar pak hapin. Indeksi i tregtisë me pakicë arriti në 136.7 pikë në tremujorin e dytë, duke shënuar 6% rritje krahasuar me vitin e kaluar dhe 1.4% krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Një vit më parë tregtia me pakicë rrite me 6.4%, por gjithsesi të dhënat tregojnë që sektori i tregtisë po ecën mirë dhe njerëzit po blejnë më shumë ndikuar edhe nga turizmi. Gjatë kësaj periudhe, të dhënat e përshtatura sezonalisht tregojnë se në grupin tregti me pakicë, pa përfshirë tregtinë me pakicë të hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara, volumi i shitjeve është rritur me 1.3% krahasuar me tremujorin paraardhës. Kjo rritje reflekton një kërkesë të qëndrueshme për produkte jo energjetike dhe mallra të konsumit të përditshëm. Nga ana tjetër, një rritje më e ndjeshme është vërejtur në grupin tregti me pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara, ku volumi i shitjeve i përshtatur sezonalisht është rritur me 3.4% në krahasim me tremujorin e mëparshëm. Ky zhvillim lidhet kryesisht me rritjen e konsumit të karburanteve dhe lëvizjen më të madhe ekonomike gjatë kësaj periudhe. Sa i përket ndikimit të grupeve në ndryshimin vjetor prej 6% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, kontributet janë shpërndarë në disa sektor kryesor. Grupi artikuj jo ushqimor në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara ka kontribuar me një rritje prej 1.8 pikë%, ndërsa grupi ushqime, pije dhe duhan në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara ka dhënë gjithashtu një kontribut për 1.8 pikë%. Ndërkohë ndikimin më të madh ka pasur grupi tregti me pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara me 2.4 pikë%. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik programin kombëtar për parandalimin e krijimit të mbetjeve. Ky program vendos parandalimin në krye të politikave për menaxhimin e mbetjeve, duke synuar shkëputjen e rritjes ekonomike nga rritja e mbetjeve në përputhje me direktivën kuadër të Bashkimit Evropian. Ministria e Mjedisit ka nxjerrë për konsultim publik programin kombëtar për parandalimin e krijimit të mbetjeve, një dokument strategjik që synon uljen e sasisë mbetjeve të gjeneruara në vend dhe kalimin gradual drejt një modeli të ekonomisë qarkulluese. Programi vendos parandalimin në krye të politikave për menaxhimin e mbetjeve, duke synuar shkëputjen e rritjes ekonomike nga rritja e tyre në përputhje me direktivën kuadër të Bashkimit Evropian për mbetjet dhe me angazhimet e vendit në kuadër të procesit të integrimit evropian. Sipas të dhënave të fundit zyrtare të përfshira në program, Shqipëria vijon të mbështetet kryesisht në asgjësimin e mbetjeve,
ku një pjesë e madhe përfundon në landfille, ndërsa niveli i riciklimit dhe ripërdorimit mbetet i ulët, me vetëm 19% e mbetjeve që ju nështruan procesit të riciklimit, ndërsa shumica e vendepozitimeve kërkon përmirësim të kontrollit mjedisor. Ndërkaq, programi synon të adresojë këtë situatë përmes masave që reduktojnë mbetjet në burim, promovojnë ripërdorimin dhe zgjasin jetëgjatësinë e produkteve. Dokumenti identifikon si rryma prioritare të ndërhyrjes mbetjet organike, mbetjet plastike, mbetjet e ambalazheve si dhe mbetjet nga ndërtimi dhe shembja. Një vëmendje e veçantë i kushtohet parandalimit të shpërdorimit të ushqimit, reduktimit të plastikës një përdorimshme dhe nxitjes së kompostimit në banesë, veçanërisht në zonat rurale. Programi parashikon gjithashtu përdorimin e instrumenteve ekonomik dhe fiskal për të nxitur sjellje më të qëndrueshme, përfshirë skemat tarifimi sipas sasisë së mbetjeve të gjeneruara, si dhe zgjerimin e prokurimit publik të gjelbër në institucionet shtetërore. Në këtë kuadër, autoritetet publike synojnë të udhëheqin procesin përmes shembullit, duke reduktuar mbetjet dhe përdorimin e produkteve një përdorimshme në aktivitetet dhe ndërtesat publike. Afro 1.5 milion euro do të investojnë në 5 bashki në vend për mbrojtje nga zjarret dhe përmbytjet. Programi financohet nga Bashkimi Evropian dhe një vëmendje e rëndësishme i kushtohet ndërgjegjësimit. Shqipëria po preket gjithnjë më shumë nga fatkeqësitë natyrore siç janë zjarret dhe përmbytjet, duke bërë kështu që edhe vëmendja për marrjen e masave parandaluese të rritet ndjeshëm. Për këtë arsye, në kuadër të projektit SA Resilience, të financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen Civile po zbaton një sër ndërhyrjesh strategjike që synojnë forcimin e kapaciteteve për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve dhe përmbytjeve në vend. Përmes një investimi prej 1.5 milion euro të akorduara drejt për drejt për këtë institucion, nga ky projekt, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile po mbështet 5 bashki të prekura çdo vit nga zjarret dhe përmbytjet, siç janë Malësi e Madhe, Puk, Divjak, Rogozhin dhe Kavaj. Në fazën aktuale janë zhvilluar takime koordinuese me autoritetet vendore për vlerësimin e situatave emergjente dhe përmirësimin e mekanizmave të parandalimit të hershëm. Çdo gjë është e parashikueshme. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të marrim masa parandaluese dhe të kemi gjithmonë atë alertën edhe në zona ku risku relativisht në historik mund të jetë i ulët, por ja që ndodh. Çfarë do thotë? Kjo vjen jo vetëm si efekt i faktorëve të drejt për drejt që mund të jenë dora e njeriut ose zjarret ndodhura për aksidente ndryshme, por kjo vjen edhe si faktor dhe faktikisht aktualisht është intensifikuar edhe marrëdhënia me Ministrinë e Mjedisit dhe me ministritë e tjera të linjës në fushën e mbrojtjes civile, sepse vijnë edhe faktor të ndryshimeve klimatike. Gjatë takimit të zhvilluar lidhur me avancimin e projektit, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe vendore ndanë eksperiencat dhe të dhënat mbi rastet e zjarreve dhe përmbytjeve për vitin 2025, duke nënvizuar nevojën për investime teknologjike dhe trajnime të specializuara. Vitin e ardhshëm projekti parashikon investime konkrete në pajisje moderne, përfshirë dron për detektimin dhe shuarjen e zjarreve nga ajri, varka për ndërhyrje në raste përmbytjesh, veshje profesionale për zhytje dhe ndërhyrje kundër zjarrit, motor special për ndërhyrje në zonat e thella malore. Paralelisht me investimet infrastrukturore, projekti ka një komponent të rëndësishëm social dhe edukativ. Fushat ndërgjegjësuese janë zhvilluar në 4 shkolla në bashkitë përfituese, me qëllim edukimin e fëmijëve mbi reagimin korrekt në raste emergjencash, duke kontribuar në ndërtimin e një kulture sigurie afatgjatë. Prokuroria e Posaçme kërkon nga Kuvendi heqjen e imunitetit të zëvendës së kryeministres Belinda Balluku. Lidhur me këtë ka reaguar edhe kryeministri Rama, i cili thotë se arrestimet pa gjyq janë kthyer në një mod të vrasht. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi SPAK i paraqiti kërkesë Kuvendit për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, njëherëzi ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Në një postim në X, Rama shkruan se arresti pa gjyq është një fakt i turpshëm që nuk ka lidhje me standardet europiane. Pasi u rrëzua nga gjykata kushtetuese për pezullimin antikushtetues dhe antidemokratik të një antari të qeverisë, pa u tharë ende boja e vendimit të kushtetueses, prokurori në fjalë kërkon Kuvendit autorizimin për të arrestuar zëvendës kryeministren me burg ose në shtëpi,
që arrestet pa gjyq në daç në shtëpi e në daç me burg janë bërë një modë vrazhd në Shqipëri, e që Shqipëria është bërë një vend me më shumë të paraburgosur se sa të burgosur, një fakt i turpshëm pas një lidhje me standardet demokratike europiane, gjë që ka shqetësuar seriozisht edhe Këshillin e Europës, kjo dihet botërisht, shkruan Rama. Mëtej, kreu i qeverisë thekson se do të merret një vendim i drejtë, por sigurisht që në rastin në fjalë, ne s'mund dhe s'do ta paragjykojmë kërkesën e prokurorit special, por duke qenë se ndryshe nga proceset e tjera, ku ne si rregull s'flasim për përmbajtjen e çështjeve, këtë herë na kërkohet të japim opinionin ton, ne do të angazhohemi me të gjithë përgjegjësinë ton përpara shqiptarëve që na dhan 83 mandate, e do të përgatitemi për të mbajtur një qëndrim të drejtë, të qartë e të denjë, si forca udhëheqëse e vendit dhe reformës në drejtësi, shkruan Rama në reagimin e tij. Në kuadër të aktivitetit përmbylljes të javës së integritetit u zhvillua konferenca e shtatkombëtare për të drejtën e informimit, një tryezë e përbashkët mes autoriteteve publike, partnerëve europian, shoqërisë civile dhe organizatave të medias për një bilanc vjetor dhe problemet që kërkojnë adresim. U zhvillua konferenca e shtatkombëtare për të drejtën e informimit, e cila shërbeu si një platformë kombëtare dialogu mbi sfidat e transparencës institucionale në kuadër të procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, duke vënë theksin në rolin mbikëqyrës të komisionerit, përgjegjësinë e institucioneve publike dhe forcimin e llogaridhënies ndaj qytetarëve. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama u shpreh se Shqipëria ka tashmë një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë dhe një angazhim tjetër që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga padit e qeverisë në gjithë të vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha padit për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këta hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi. Ndërkohë, komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, Besnik Dervishi, theksoi se transparenca përbën një nga shtyllat themelore të qeverisjes së mirë dhe është një element thelbësor për ndërtimin e besimit mes institucioneve dhe publikut. Transparenca përbën një nga shtyllat themelore të qeverisjes së mirë. Ajo është një drejtë kushtetuese për shtetasit, një detyrim për zyrtarët publik, por akoma më tepër një standard etik dhe një kulturë pune që nxit integritetin çdo hallk të administratës publike. Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2025 thekson se ligji për drejtën e informimit në Shqipëri është në përputhje të gjerë me standardet evropiane, por zbatimi praktik mbetet ende i paqëndrueshëm. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar për herë të parë 89.654 automjete. Nga totali regjistrimeve, 73.000 janë autoveturat të cilat përbëjnë 81.5%. Tregu i automjeteve në vend po përjeton një rritje të konsiderueshme. Gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar për herë të parë 89.654 mjete, një shifër që përfaqëson një rritje prej 96% krahasuar me vitin 2019. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, nga totali i mjeteve të regjistruara, 73.066 janë autovetura, të cilat përbëjnë 81.5% të regjistrimeve.
Dominimi i autoveturave në treg nënvizon orientimin e qytetarëve drejt mjeteve funksionale dhe të përshtatshme për nevojat e përditshme të lëvizjes. Këto të dhëna janë një tregues i qartë i modernizimit dhe i rritjes së standardeve të përdorimit të mjeteve rrugore. Paralelisht me rritjen e trekut, një element kyç për garantimin e sigurisë është edhe kontrolli teknik i mjeteve. Gjatë 11 muajve të parë të vitit 2025 janë kontrolluar mbi 297.000 mjete në të gjithë vendin. Një pjesë e konsiderueshme e tyre pas evidentimit të problematikave teknike janë riparuar dhe rikthyer në qarkullim, duke përmbushur standarde më të larta sigurie. Gjithashtu, procesi i pastrimit të flotës nga mjetet e amortizuara ka vijuar me intensitet. Mbi 7.859 mjete të vjetra janë regjistruar përfundimisht, një hapje rëndësishëm drejt rrugëve më të sigurta dhe një mjedisi më të pastër. Ky proces ndikon drejt për drejt në uljen e ndotjes dhe në përmirësimin e sigurisë për të gjithë përdorësit e rrugës. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje qytetarëve që të rezervojnë online takimin për kontrollin e mjetit përmes portalit i Albania. Siguria rrugore nis nga një mjet i kontrolluar dhe i mirëmbajtur, i gatshëm për të përballuar çdo udhëtim. Inflacioni në Kosovë ka ulur ndjeshëm fuqin blerëse vitet e fundit, sipas ekonomistëve 100 euro të vitit 2019, sot vlen vetëm 78 euro në terma real, që do të thotë se qytetarët blejnë më pak mallra shërbime për të njëjtën sasi parash. Inflacioni po gërryen fuqinë blerëse në Kosovë. 100 euro të vitit 2019 sot vlen vetëm 78 euro. Kështu e përshkruajnë ekonomistët realitetin ekonomik të vendit gjatë viteve të fundit. Sipas tyre, ndonse vlera nominale e paras mbetet e njëjtë, ajo që ndryshon është vlera reale, pra sa mallra dhe shërbime mund të blihen me të njëjtën shumë parash. Analiza tregon se inflacioni ka pasur një ndikim të fortë në fuqinë blerëse në Kosovë, veçanërisht gjatë 3-4 viteve të fundit. Në vitin 2014 100 euro të vitit 2019 do kishin vlerë reale rreth 105 euro, çka nënkupton një nivel më të ulët çmimesh dhe fuqi më të lartë blerëse. Ndërkohë në vitin 2025 e njëjta shumë, 100 euro e vitit 2019 vlen vetëm rreth 78 euro në terma real. Kjo do të thotë se ajo që në vitin 2019 blije me 100 euro, në vitin 2025 kushton afërsisht 128 euro. Sipas ekspertëve, kjo rënje ndjeshme vlerët reale të paras është dëshmi e qartë se inflacioni ka gërryer ndjeshëm standardet e jetesës dhe fuqinë blerëse të qytetarëve në Kosovë. Analiza nxjerr në pas se edhe pse paga apo të ardhurat nominale mund të duken të pandryshuara ose në rritje, realiteti ekonomik për familjet kosovare është më i vështirë, pasi paratë e tyre sot blejnë dukshëm më pak se disa vite më parë. Serbia do të investojë 153 milion euro për ndërtimin e një ndërlidhje gazi prej 1.5 miliard metër kub me Maqedoninë e Veriut. Projekti pritet të jetë funksional në fillim të vitit 2028. Serbia do të investojë rreth 153 milion euro për ndërtimin e një ndërlidhjeje gazi natyror për 1.5 miliard metra shkup me Maqedoninë e Veriut. Ky projekt është në kuadër të përpjekjeve më të gjera për të diversifikuar burimet e energjisë, tha ministra serbe e energjisë Handanović. Leja për ndërtimin e seksionit 144 kilometra të lidhjes së gazit në territorin e Serbisë pritet të merret në mes të vitit 2026 dhe punimet planifikohen të fillojnë më njëherë pas kësaj, tha Handanović. Deklarata erdhi pas takimit në Beograd me ministren e energjisë, minerave dhe burimeve minerale të Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska. Handanović gjithashtu deklaroi se qëllimi është që gjithë lidhja të përfundohet deri në fund të vitit 2027 dhe të bëhet funksionale në fillim të vitit 2028. Seksioni maqedonas i lidhjes së gazit do të jetë 23 kilometra i gjallë sipas një deklarate të veçantë nga Shkupi. Ndërtimi i lidhjes së gazit do t'i mundësojë Serbisë të lidhet me korridorin jugor të gazit, si dhe transmetimin e gazit nga Greqia përmes Maqedonisë së Veriut dhe më tej drejt Evropës, cituan mediat lokale në Beograd. Qeveritë e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për lidhjen e gazit në tetor 2024. Në fillim të këtij viti, importuesi dhe shpërndarësi i gazit natyror i Serbisë dhe kompania e transmetimit të gazit e Maqedonisë së Veriut, Nomagaz, nënshkruan një memorandum për të avancuar projektin e planifikuar. Serbia aktualisht merr shumicën e gazit nga Gazprom
Gazprom i Rusisë përmes Turk Stream në Bullgari, si dhe sasi më të vogla gazi nga Azerbajxhani. Vendi gjithashtu planifikon të ndërtojë një lidhje gazi për 1.6 miliard metra kub me Rumaninë. Në korrik, Maqedonia e Veriut që importon të gjithë gazi nga Gazprom përmes Bullgarisë nisi ndërtimin e seksionit të një lidhje gazi me Greqinë. Banka Qendrore Europiane ka paralajmëruar se masat e parashikuara në buxhetin italian për vitin 2026 mund të dobësojnë likuiditetin e bankave. Gjithashtu rritja e taksave dhe kufizimet mbi institucionet bankare mund të ndikojnë negativisht në besimin e investitorëve. Masat e parashikuara në buxhetin italisë për vitin 2026 mund të kenë pasoja negative për likuiditetin e bankave, deklaroi Banka Qendrore Europiane. Sipas institucionit, këto masa mund të nxisin bankat të ulin interesat e depozitave për të paguar më pak taksa, çka do të dobësonte rezervat e tyre të likuiditetit. BQE shtoi gjithashtu se taksat më të larta mund të nxisin bankat vendase të ulin më tej kreditimin tashmë modest për familjet dhe bizneset, si dhe të ndikojnë negativisht në besimin e investitorëve ndaj Italisë. Masat të buxhet që prekin bankat dhe siguruesit, duke përfshirë edhe kufizimin në mënyrën se si u adhënësit përdorin shpenzimet e interesit për të ulur faturën e tyre tatimore, vlerësohen të arrijnë mbi 11 miliardë euro deri në vitin 2028. Vendosja e përsëritur e dispozitave tatimore rrit padrejtësisht pasigurinë e politikave lidhur me kuadrin fiskal, duke dëmtuar besimin e investitorëve dhe ndikuar potencialisht edhe në kostot e financimit të institucioneve të kreditit, tha BQE. Nuk ka shumë gjasa që Italia të rishikojë në mënyrë rrënjësore planet buxhetore pas këtyre kritikave, duke qenë se kontributi nga sektori bankar financon më shumë se 20% të uljeve të taksave dhe rritjes së shpenzimeve që u shërbejnë familjeve dhe bizneseve në periudhën 2026-2028. Të dyja dhomat e parlamentit italian pritet të miratojnë buxhetin përpara fundit të vitit. Bankat italiane janë përballur me kritika të gjera nga koalicioni djathtë i kryeministres Giorgia Meloni për dështimin e shpërblimin e depozituesve apo ofrimin e kushteve më të mira të kreditimit për bizneset, pavarësisht fitimeve rekord të nxitura nga normat e larta të interesit dhe skemat e garancive shtetërore pas pandemisë COVID-19. Megjithatë, BQE paralajmëroi se rritja e barrës tatimore mbi bankat mund të çojë në rregullimet e menjëhershme në kreditimin e ekonomisë reale, veçanërisht duke pasur parasysh nivelet tashmë të moderuara të huadhënies bankare në Itali. Rritja e kostove të banesave detyron europianët të shkurtojnë shpenzimet për të përballuar kredit hipotekore. Shumë qytetarë heqin dorë nga pushimet dhe organizimi festave të fundvitit. Rritja e fortë e kostove të banesave po kthehet shpejt në Grinçin e Europës, duke zbehur dëshirën e njerëzve për të bërë plane me rastin e Krishtlindjes. Rreth 75% e europianëve thonë se janë detyruar të shkurtojnë shpenzimet vetëm për të përballur pagesat e kredive hipotekore gjatë 12 muajve të vitit. Sipas një sondazhi me mbi 20.000 persona në 23 shtete, Irlanda dhe Hungaria po ndjejnë më shumë këtë presion pasi plot 90% e blerësve të banesave raportojnë se kanë shtrënguar ripin. Rumunët dhe maltezët janë në një situatë edhe më të vështirë me 93% që thonë se janë të detyruar të ulin shpenzimet, ndërsa Italia kryeson 5 ekonomitë më të mëdha të Europës me një normë prej 86%. Për më shumë se 1 në 4 persona të anketuar nga Remax Europe, 26%, kufizimet financiare janë aq të forta sa ulin motivimin për të organizuar fest për Krishtlindje. Finlandezët, një nga pak popullsitë ku normat e varfërisë janë rritur që nga viti 2015, janë më hezituesit për të organizuar evente me 40% që zgjedhin festa të thjeshta. Në mënyrë të ngjashme, të paktën 1 në 3 rumunë dhe hungarez preferojnë të kalojnë Krishtlindjen në shtëpinë e tyre. Banorët e Turqisë bëjnë udhëtimet më të gjata, mesatarisht 4.5 orë, ndërkohë holandezët gëzojnë udhëtime më të shkurtra për vetëm 1.3 orë dhe 40% e të anketuarve në përgjithësi përballen me udhëtime në 1 orë. Takimet romantike, klube nate dhe festivalet janë aktivitetet e para të krizës së kostove të jetesës, me 41% të europianëve që heqin dorë nga këto evente për të përballuar pagesat e kredive. Shkurtimet janë më të thella në Greqi, ku pothuajse 6 në 10 persona kanë ulur buxhetin për jetën e natës, ndërsa shumica e lituanezëve e njohin këtë si të papranueshme. Ushqimet luksoze dhe alkooli renditen në vendin e dytë të shkurtimeve me 38% të ankatuarve që thonë se po ulin këto shpenzime me një kulm për 61% në Maltë. Pushimet renditen të tretat me mbi gjysmën e polakëve dhe irlandezëve që planifikojnë të qëndrojnë në shtëpi, por kjo nuk është një mundësi për lituanezët, ku vetëm 1 në 10 persona anulon planet e pushimeve për shkak të pagesave të hipotekës. Gjithashtu 13% pranojnë se po kursejnë edhe në nevojat bazë të përditshme, duke përfshirë produktet e higjienës personale, me Gjermaninë dhe Finlandën shumë mbi mesataren, secila me nga 22%.
Spanja ka gjubitur Airbnb me 65 milion euro për reklamimin e pronave të palishme për qirafat shkurtra. Vendi ka nisur prej kohësh një betejë ligjore kundër kompanive në këtë sektor me synimin për të frenuar krizën e strehimit. Spanja ka vendosur të ndjek një politik të ashpër ndaj qirave afat shkurtra. Vendi gjobiti Airbnb me 65 milion euro për vazhdimin e reklamimit të pronave për qira afat shkurtra që ishin të ndaluara ose që nuk kishin licenca të rregullta. Ministria Spanjolle e Çështjeve të Konsumatorit tha se gjoba është përfundimtare dhe urdhëroi platformën amerikane të heqë me një listime të paligjshme. Zyrtarët deklaruan se më shumë se 65.000 njoftime në Airbnb shkelën rregullat spanjolle për mbrojtjen e konsumatorit, duke përfshirë reklamimin e pronave pa licenca ose me numra që nuk përputheshin me regjistrat zyrtar. Dënimi është i barabartë me 6 fishin e fitimeve që Airbnb kishte realizuar midis periudhës kur autoritetet paralajmëruan kompaninë për listimet që shkelnin rregullat dhe momentin kur ato u hoqen. Gjithashtu gjoba vjen ndërsa shtohet presioni mbi qeverinë për të kufizuar akomodimin turistik për shkak të krizës së thelluar të banesave, veçanërisht në qytetet kryesore që përballen me numra të mëdhenj turistësh. Sipas autoriteteve spanjolle, 65.122 njoftime të Airbnb shkelën rregullat e projektuara për të mbrojtur qiramarrësit dhe konsumatorët. Shumë nga pronat ndodheshin në rajone ku qirat afat shkurtra janë të kufizuara ose kërkojnë autorizim të qartë. Ministria njoftoi se platforma si Airbnb duhet të verifikojnë nëse pronat e reklamuara në Spanjë përmbushin rregullat lokale dhe rajonale të banesave, duke përfshirë përdorimin e numrave të licencës së vlefshme. Kur kjo nuk ndodh, këto qira qëndrojnë në treg më gjatë se sa duhet, duke ulur numrin e banesave të disponueshme për banorët që kërkojnë strehim afatgjatë. Goditja nuk ka qenë e kufizuar vetëm tek Airbnb. Në qershor Spanja gjithashtu urdhëroi Booking të hiqte më shumë se 4.000 akomodime të paligjshme. Barcelona është bërë pika turistike kryesore që ka nisur betejën kundër qirave afat shkurtra. Këtë vit qyteti njoftoi planet për të hequr gradualisht të gjitha apartamentet turistike deri në vitin 2028, duke ndaluar platforma si Airbnb të përdorin qira private në ndërtesa banimi. Shtetet e Bashkuara kanë mbledhur mbi $200 miliard nga tarifat e reja të vendosura nga Trump gjatë vitit 2025, ndërkohë gjykatat kanë vënë në dyshim autoritetin e Trump për të vendosur këto tarifa pa miratimin e Kongresit, duke rritur kështu pasigurinë ligjore. Shtetet e Bashkuara kanë mbledhur më shumë se $200 miliard nga tarifat këtë vit, si rezultat i masave të vendosura nga presidenti Donald Trump që nga fillimi i 2025-s, tha Agjencia për Doganat dhe Mbrojtjen e Kufirit. Shifra për $200 miliard është vetëm për tarifat e reja, jo për taksat e vendosura gjatë mandatit të parë të Trump në Shtëpinë e Bardhë. Më herët këtë vit, lideri amerikan vendosi pa autorizimin e Kongresit ato që ai i quan tarifa reciproke mbi importet për shumicën e vendeve të botës. Ai gjithashtu caktoi masa mbi produktet nga Kanadaja, Kina dhe Meksika, duke kërkuar të ndalnin rrjedhën e fentanilit në Shtetet e Bashkuara. Në muajin nëntor, mbledhja e tarifave ul për herë të parë që nga njoftimi i masave në prill, duke regjistruar $30.75 miliard, më pak se $31.15 miliard që u grumbulluan në tetor. Tkurja ka ardhur ndërsa transporti i madrave drejt Shteteve të Bashkuara është ngadalësuar për shkak të masave, si dhe fal reduktimit të disa tarifave nga Trump. Nëse gjykata e lartë vendos se tarifat e reja janë të paligjshme, është e mundur që kompanitë të kenë të drejtë për rimbursime. Gjykata e Apelit të Qarkut Federal në një vendim me 7 vota pro dhe 4 kundër në muajin gusht mbështeti vendimin e gjykatës së tregtisë ndërkombëtare që deklaroi se Trump nuk kishte fuqinë për të vendosur masat pa miratimin e Kongresit. Fuqia kryesore e Kongresit për të vendosur tarifat është e rezervuar ekskluzivisht për degën legjislative sipas kushtetutës, tha gjykata e Qarkut Federal në vendimin e saj. Tarifat janë një nga fuqitë kryesore të Kongresit. Në fund të nëntorit, giganti shitjes me pakicë Costco ju bashkua një grupi kompanish të tjera që paditën administratën Trump për të marrë një rimbursim të plotë të detyrimeve që kanë paguar deri tani këtë vit. Gjithashtu kompania i kërkoi gjykatës të ndalojë mbledhjen e taksave derisa çështja të zgjidhet përfundimisht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paditur media britanike BBC për shpifje duke kërkuar $10 miliard dëmshpërblim. Akuza ka ardhur pas dokumentarit që paraqiti në mënyrë të rreme disa deklarata të Trump.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paditur BBC në gjykatën federale të Miamit për shpifje, duke kërkuar $10 miliard dëm shpërblim. Padia civile akuzon British Broadcasting Corporation për prodhimin e një portreti të rrem shpifës, mashtrues, poshtërues dhe keqdashës të presidentit Trump në një dokumentar që u transmetua një javë para zgjedhjeve të vitit 2024. Sipas padisë, dokumentari me titull Trump, një shans i dytë, u ndryshua për ta bërë të duhej sikur gjatë fjalimit më 6 janar 2021 jashtë shtëpisë së Bardhë, Trump kishte nxitur mbështetësit e tij të sulmonin Kapitolin amerikan, gjë që ai nuk e kishte thënë. Dokumentari e paraqiti në mënyrë të rrem presidentin Trump duke u thënë mbështetësve: "Do të shkojmë te Kapitoli dhe unë do të jem atje me ju dhe ne do të luftojmë." Ndërkohë Trump deklaroi se nuk e ka thënë në këtë mënyrë. Sipas padisë, fjalia "dhe ne do të luftojmë" u tha nga Trump rreth 55 minuta më vonë pas deklaratës "unë do të jem atje me ju". Kreu i BBC, Samir Shah, kërkoi falje së fundmi për atë që e quajti një gabim gjykimi lidhur me redaktimin, ndërsa drejtori i përgjithshëm dhe kreu i lajmeve dha ndorheqjen. BBC kërkoi falje Trump më 13 nëntor dhe premtoi që dokumentari nuk do të transmetohet më në platformat e saj. Në një deklaratë BBC tha: "Ndërsa BBC kërkon falje sinqerisht për mënyrën se si u redaktua klipi, ne nuk jemi dakord se ekzistojnë premisat për padishpifje." Një zëdhënës i ekipit ligjor të Trump deklaroi: "BBC dikur e respektuar dhe tani e diskredituar shpifin ndaj presidentit Trump duke redaktuar me qëllim dhe me keqdashje fjalimin e tij në një përpjekje të guximshme për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të 2024-s. Lideri amerikan gjithashtu deklaroi se shpejti do ta shihni që do të padis BBC pasi ata vendosën fjalën që nuk e kam thënë në gojën time. Kemi ardhur kështu në fund, por unë ju kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë për takofsh.